Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë e Sarandës Kreshnik Bozho ka apuzuar me pozicionin e tij kur ishte në kryetar Luiznit në Tiranë. Kjo është akuzë ndaj kandidatit demokrat për kreun e bashkisë nga Forumi Rinor Socialist. Të rinjtë e Forumit Rinor Eurosocialist Dega Sarand zhvilluan një tubim para ditën e sotme në shëtitoren e qytetit, pasi kujton legalizimet e palishme të disa prej pallateve në kryeqytet, në kohën kur Bozho ishte drejtoria Luiznit. Unë quhem Kristina Goçi, këtë vit jam votuese për herë të parë dhe jam nxënëse në shkollën e mesme. Jemi sot këtu, sa të shumë në numër, po aq të ndryshëm në profile, interesa, ide apo mosh. Megjithatë, të gjithë ne që jemi këtu dhe të gjithë të rinj kudo në Shqipëri, diçka e kemi shumë të përbashkët. Nevojën emergjente për të patur si shembull të drejtën, ndershmërinë e zbatimin e ligjit. Kërkojmë vendosmërinë të shkimin me të gjithë forcën ligjore dhe morale të korrupsionit, krimeve dhe kriminalëve. I bëjmë thirrje të gjithë atyre që sot në vendimet e tyre ndikojnë fatet e gjithë shqiptarëve, të zbatojnë atë që deklarojnë dhe t'i kthejnë syt te modelet e suksesshme që më së shumti sot gjenden brenda nesh. Ky është modeli që çon rinin drejt punës, përgjegjshmërisë dhe rritjes objektive të cilësisë së saj e rrjedhimisht të vendit tonë në të ardhmen. Vendosni me përgjegjshmëri, mbroni të ardhmen dhe na jepni shpresë. Largoni nga çdo lloj tentative për t'i promovuar qoftë edhe si humbës të personave me prejardhje të dyshimt. Sipas protestuesve, Kreshnik Bozho nuk duhet të jetë një alternativë për qytetin e Sarandës, pasi më para i duhet t'i japë sqarime për abuzimet e tij në kohën që drejtonte Luiznin. Unë sot si përfaqësuesi të gjithë të rinjve dua të përcjell një mesazh të drejtë për drejtë vetëm qytetar dhe as pak politik. Nesër në Kuvendin e Shqipërisë diskutohet një ligj me rëndësi të veçantë, jo vetëm për rinin, por edhe për tashmen dhe të ardhmen e këtij vendi. Ligji i dekriminalizimit. Dekriminalizimi në thelb do të thotë pastrimi i vendimarrjes nga të gjithë personat që kanë krijer apo do të krijejnë në të tashmen apo në të ardhmen për çfarëdo qëllimi vepra në kundërshtim me ligjin. Si është e mundur që në rastin e Sarandës një individ i cili është ende në hetim gjyqësor për veprën penale të korrupsionit dhe shpërdorimit detyrës të promovohet qoftë edhe si humbës në garën për kreun e bashkisë së këtij qyteti? Çfarë i ofron Sarandës një alternativë e tillë? Kujt i shërben individi Kreshnik Bozho? Asaj çka i shërbeu tek Luizni? Kush është morali dhe vlerat që ai përfaqëson dhe do të sjellë? Ato të një zyrtari të ndershëm dhe të përgjegjshëm, apo të një ofiçari që në zyrat e popullit për interesat e veta u jep trajta ligjshmërive primtarive kriminale? A ka më nevojë Saranda për betonizim? Nuk mjaftuan gjithë këto vite, a mund të riurbanizoj Sarandën një njëri person që legitimitoi shkatrimin në Tiranë? Ne djemtë dhe vajzat, të rinjtë dhe të reja të këtij qyteti, ndihemi të fier kur vendosemi përballë një alternative të tillë. Jemi të bindur që kjo lloj oferte nga Partia Demokratike nuk përfaqëson asnjë demokrat të ndershëm dhe asnjë qytetar me vlera në këtë qytet. Në kuadër të dekriminalizimit të politikës dhe të gjitha pushteteve në Shqipëri, në kuadër të nismës ligjore parlamentare të ndërmarrë nga deputetët e këtij parlamenti dhe për të mirën qytetare i bëjmë thirrje kryeministrit Edi Rama, presidentit Bujar Nishani, kryetarit të Kuvendit Ilir Meta, kryeprokurorit Adriatik Llalla, Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që të mos lejojnë kandidimin e personave të inkriminuar, që ka procese gjyqësore të hapura dhe që janë ndjekur apo vijojnë të ndiqen penalisht nga drejtësia shqiptare. Protestuesit kërkuan nga Bozho që të përgjigjet lidhur me akuzat që vijnë në drejtim të tij, pasi në të kundërt protestat do të përshkallëzohen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur sot trajnimin e personave me aftësi të kufizuara për zgjedhjet e 21 qershorit. Këta persona po marrin trajnim për procesin e zgjedhjeve. Ju s'jeni vetëm votues, por edhe pjesëmarrës aktiv. Personat me aftësi të kufizuara do të përfshihen në zyrat rajonale në të 12 qarqet, është shprehur kryetaria e KQZ-s. Personat me aftësi të kufizuara do të kenë detyra konkrete në qendrat e votimit. Më tej është theksuar se pas zgjedhjeve do të zhvillohet edhe një takim me personat me aftësi të kufizuara. Bashkia Sarandë në bashkëpunim me organizatat Jona dhe Qendrën për Ndryshim zhvilloi në qytetin e Sarandës fushatën njëditore nëpërmjet aktiviteteve informuese dhe sensibilizuese publike dhe një diskutim të hapur me përfaqësues të lartë të strukturave lokale dhe qytetarët e Sarandës. Kosto e dhunës në familje është një fushatë kombëtare e nxitur nga On Woman, e cila shtrihet përgjatë një dite në të gjitha bashkitë kryesore të vendit, me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe strukturave qeverisëse, mbi koston që viktimat apo të dëmtuarit nga dhuna me bazë gjinore kanë për ekonominë lokale dhe atë kombëtare.
Fushata nisi në sheshin kryesor të qytetit të Sarandës pranë bashkisë, ku nëpërmjet fletëve dhe materialeve informuese e bisedave me qytetarët, u nda një informacion bazë rreth kostove të një viktime të dhunës. Mëtej fushata u zhvendos në ambientet e bashkisë së Sarandës, ku zhvilluan një tryez diskutimi me përfaqësues të lartë të strukturave vendore të bashkisë, policisë, gjykatës, drejtorisë së shëndetit, shërbimeve sociale e të tjerë. Atëherë, vazhdimisht aktiviteti që zhvillojmë sot në bashkinë e Sarandës është në kuadër në një fushate që organizon zyra për barazinë gjinore e Kombeve Bashkëore në Tiranë për të bërë kostimin e një rasti dhune në familje, se sa i përshton se cili institucion publik rasti i dhunimi në familje dhe bashkëpunimi të institucioneve të ndryshme për të bërë të mundur të parandalohen rastet dhunës sa të jetë e mundur, dhe sigurisht të bashkëndojnë të gjitha aktivitetet me qëllim që të kemi sa më pak shpenzime sa përket rastet dhunës familje. Është era e dytë që ne vim Sarandë pak kohë, rasti i parë që dhune buxhetimin familje, në buxhetimin fal gjinor dhe përfshirjen e shumë kërkesave dhe çështjeve që shqetësojnë gratë dhe vajzat në buxhetin vjetor të bashkisë, dhe sigurisht kjo fushatë është mbar kombëtare, Kombet Bashkëore në disa qytete të Shqipërisë kanë realizuar të gjithë gjë duke nxitur vetëm institucione publike që të luftojnë kundër dhunës familje, por dhe qytetarë duke sensibilizuar. E kemi patur sot një fushatë në shpërndarje petpalosjesh dhe me intervistat të qytetarëve në bulevardin kryesor të Sarandës për të shpjeguar se sa rëndësishme është ndalimi i dhunës familje dhe se sa me vlerë është bashkëpunimi institucioneve për të bërë të mundur që të kemi sa më pak raste të dhunimit në familje për gratë e vajzat. Gjatë takimit u theksuar rëndësia e bashkërendimit të vazhdueshëm të aktorëve në nivel vendor dhe shkëmbimi i informacionit mes tyre. Afati përfundimtar për regjistrimin e kandidatëve për zgjedhjet vendore të 21 qershorit është data 4 maj 2015. Këtë e bëri të ditur sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në një deklaratë për shtyp zëdhënësja e KQZ-s, shpjegoi se kandidatët për kryetar bashkisë dhe listat e kandidatëve për këshillat bashkiake regjistrohen në KQZ apo KZZ përkatëse, jo më vonë se 50 ditë para ditës së zgjedhjeve. Por duke qenë se datat 1, 2 dhe 3 maj përkojnë me ditë pushimi zyrtar, afati përfundimtar për dorëzimin e dokumentacionit ligjor për regjistrimin e kandidatëve për kryetar bashkie apo të listave shumë emërore nga subjektet zgjedhore është data 4 maj ora 18. KQZ-ja kujtoi gjithashtu se data e fillimit të fushatës zgjedhore nga partitë politike është data 22 maj. Ekipi i Butrintit të shtunën do të përballet me ekipin e Bylisit. Sarandiotët gjatë javës kanë punuar intensivisht për të rekuperuar defektet që u shfaqën në ndeshjen e kaluar. Futbollistët e Butrintit janë të gjithë të gatshëm në dispozicion të stafit teknik.